Zot një Rama, kërkemi edhe ne që kemi lind jashtë Shqipërisë me marrë komësin. Ne shqiptarët. Që jemi shqiptarë me gjak, me zemër, me kulturë. Pra, dëgjojni mirë kanalin e këtyne shokëve këtu. Po, Piskun. Dëgjoj mirë Piskun, zoti Edi Rama. Zotëria që është shqiptar, që ka lindur jashtë për shkak të pamundësive dhe situatës politike dhe ekonomike që ka qenë Shqipëria ndër vite. Është shqiptar, nuk ka pasaportë, e kërkon komësin shqiptare, nuk ekziston me një javë Filipinas, Ukrainas. Jo, absolutisht, jo, Ukrainës në diçka tjetër, po nuk ekziston fare në dokumente këto. Kurse jam shqiptar. Por e doni, e dëshironi ta keni. Më takon. Të takon. Edhe pse se duaj. Si e? Si kalove? Po. Mirë. S'kemi. Duke pa gjithë këtë gjallëri, të atmosferë kaq bukur me turist, normalisht edhe dielli, pemët, lulet, jeta për me përpara. Jeta farniente në Tiranë. Bukur. Bukur shumë, shumë bukur. Për kënaqemi të gjithë. Po lindi një pyetje. Malli pastër për malli përzierë. Si mendoni ju? Me pyetje du të mendohem pak. Asa ne as kënaqë, besoj jemi mes dikon. Shqipëria është racë e pastër apo racë e përzierë? Jo, shqiptar. Jemi shqiptar. Shqiptar. Po si po shet njerëzit thonë si vinë nga jashta, nashta do të ndryshohet. Si ka mos mbot. A mirë keq, unë pyetje. Kjo shpita, ne po të pyes një herë, pra jemi tani ose kemi qenë racë e pastër? Nuk di atë të racë e pastër jemi? Te kultura, te edukata jemi veçantë, po. Jemi veçantë. Nëse si është, për shembull, ky turizmi për shembull, a do ndikojë që ne të përzihemi? Po përzihemi nashta jo. Jo, po mirë është se bën ekonomi, fuqi e parë, ekonomike. Po. Nëse vin këta jashtë, domethënë. Po. Mirë është që të jetojnë këtu? Jo, të gjithë, po mirë të kthehen thritet, punojnë këtu për shërbimet e rreth turizmit, do të thotë fabrika e parë. A ja vlen ekonomia e parë. Pra në këtë situatë ku do Shqipëri, ju jetoni në Shqipëri? Jo, unë kam lindë në Bruxelles. Jetoj në Bruxelles, erdha për 2 ditë këtu. Ti ardh për disa ditë. Po. Për të jetuar këtu, a mendon? Gjim, po, absolutisht, vendi bukur. Vendi bukur, po çfarë? Njerëzit, kultura, e ka mungesë edhe vendi, se deri në 90 ishin që më kanë pa vendin pa burim. Kështu. Rikthejmë tokët e Hoxhës. Babës. Po. A e sheh për shembull, e gjen veten që ti mund të rikthehesh këtu për shembull? Absolutisht, jo vetëm unë, gjithë të kthehen. Bravo, bëjmë thirrje ose pjesa më e madhe bëjmë thirrje që thon të ikin largohen për një jetë mirë, po bëjmë thirrje. Mirë djenin, mirë zanatin, punën, ekonominë e ktheni, do të vinë këtë turistat këtu. Këtë Europa do të qesë këto. Po, kemi ne, paktën ta kemi ne vendin tonë, jo ta kenë të huajt, kanë ardhur Filipinas, Indian, Bangladesh. Unë të tregoj se si është në Bruxelles. Po, si është, po. Në aty kanë një teprim të ardhën për jashtës, po disa vinë për me ndihmu zhvillimin e ekonomisë. Po besoj se sa të jenë me kontratë, rrinë, sa mos jenë me kontratë, kthehen. Kështu, si Zvicër. Zvicra nuk lejon me punu me rrit pa punë. Ose punon me kontratë jeton atje, ose je pa kontratë dhe kthehesh ka kjo ardh. Njerëzit për marrë për këtë botë se me të për rruga nuk ka mirë. Të tregoj kjo është, nëse e pranojmë na, nuk ban. Po, kjo është problemi, se ne po e lejojmë dhe po e pranojmë këtë lloj situate. Kjo është gabim. Që po ikim masivisht edhe po vinë masivisht në huaj. Ti shikoj në për shtetet Franca, Anglia, Danmarki, Zvedia ku i kanë pranuar në këtë kushte kanë probleme shumë. A rrezikon që Shqipëria të zhbëhet mos quhet më Shqipëri? Jo, po do të jetë probleme të huaj, jo. Ja, i natë fort kanë punë mbështuar në më fort të qartë. Ano e punë se ne po e tregojmë dhe po japim atë fuqinë tonë jashtë. Do ne vëmë kufin, do me diçka me pranuar si me kushtet. Ne si shqiptarë apo politikë? Ne votojmë e politika i vën në funksionin po. Na duhet me votu për njerëzit si e kontrollojnë këtë punë. Zvicra është shembull, ëh? Nuk s'ka lidhje me ekstremistë ajo, në Zvicër s'ki dhe me jetu, çfarë s'ki punë. Edhe me lind atje nuk jeton. Ki punë rrin, s'ki punë nuk rrin. Po. Si është jeta në krahasim? Le që ju keni ardhur thjesht po mbas informacioneve sa e shihni realitetin shqiptar nga ato siç ka lexoni dhe dëgjoni. Si është në krahasim me Belgjikën për shembull Shqipëria? Po
Belgjika, zhvillimi i Belgjikës ka ndodhur mas luftës së dytë botërore, ka shku 30 vjet, 40 vjet derisa është stabilizuar. Besoj se edhe për Shqipërinë do të stabilizohet me ndoshta do të ndodhi lufta e tretë botërore që Shqipëria të marrë një zhvillim siç ka marrë Belgjika pas luftës. Që është liruar pri komunizmit në 1990-shin, duke provu instaluar demokracia në përpunohet për ditë. Edhe erdhëm demokracia. A jetojmë në demokraci sot? Demokracia nuk është diçka në vend si s'lun. Demokracia punohet për ditë. Për ditë, në çdo rast. Po punohet si është po punohet. Disa punojnë, disa s'punojnë, disa punojnë për demokracinë e vet. A do të më hap syt, ju jeni këtu si votojni. Ne s'na kanë dhënë vetë me votu. Jo, e pa të herë diasporë. Unë si kam lind atje, jam edhe pa komsinë. Jo. Sakt. Kështu. Ju do doni ta keni komsinë shqiptare, ta keni. Kam dëshirë, po ma ka bërë shteti. Nuk të vjeni natë me veten që po e merr një indian për shembull ka Indiani, majori i New Yorkit. New Yorkut e mori këtu domethënë para ju. Am dizë kush më dëgjon këtu? Kush e dëgjon? Jemi kanali Pisk në YouTube. Okej, mirë. Okej. Kështë e thënë diqa. Kështë e thënë shoku e di. Zot një Rama, kërkemi edhe ne, si kemi lindë jashtë të Shqipërisë, me marë komësinë. Ne shqiptarët. Se jemi shqiptarë me gjak, me zemër, me kulturë. Dëgjojni mirë kanalin e këtyne shokëve këtu. Po, Piskun. Dëgjoj mirë Piskun, zoti Edi Rama. Zotëria që është shqiptar, që ka lindur jashtë për shkak të pamundësive dhe situatës politike dhe ekonomike që ka qenë Shqipëria ndër vite. Është shqiptar, nuk ka pasaportë, e kërkon komsinë shqiptare, nuk ekziston me një indian Filipinas në Ukrainë. Jo, absolutisht, jo, Ukrainës është diçka tjetër, po jo, nuk ekziston fare në dokumente këto. Kurse jam shqiptar. Por e doni, e dëshironi ta keni. Më takon. Të takon. Edhe pse se du shumë, po më takon. Është ndryshe. Më takon. Prindi kam shqiptar, jam shqiptar. Ja, do ta marrë këta para jush. Jam shkull. Do ta marrë. Jam shkull. Turista. Edhe turistëmi do të më kontrollu, më hip çmimet e biletave të aeroplanit, çdo tip njerëz dhe gabela vinë, sepse janë lirë. Nuk ka mirë. Nuk është mirë. Çmimet do të më rrit pak. Do të më rrit për ata, jo për ne, si këtu. Jo, por ju do me shfryzuar, jo por çmimet e aeroplanave, si kushton 25 euro me orë, 25 me shku, janë gati njerëzit që kanë lek për me jetuar atje në Belgjikë ose në Francë, që vinë thonë kalojmë një weekend. Kurse do të më respektu, vini, shqiptar janë shqiptar. Kështu. Ndërkohë që më shtrejt bie më nga Tirana në Vlorë se sa më ardh nga Belgjika për shembull në Tiranë. Ja, për shembull, vërtet unë banoj në Bruxelles, e shku Bregdetit belg, është 100 km aty. Më kushton 20 euro, 25 euro më shku me ardh, atje janë 100 euro, kushton më shtrenjt më shku në Bregdetit belg se më ardh këtu. Por më bie, si jam shqiptar, po qert. Po tjerët, po. Mbledh tulli fare njerëzi. Kështu, a mban le? Kalofshi mirë, sukses. Faleminderit ju, jeni mirë. Pisk, kanali Pisk. Me kë? Është Pisk. Siç është puna Pisk. Me kë pra me kë? Sukses. Puna Pisk. Ju përshëndes.